Një dreke më e kullueshme, tradite, edhe e shishme. Tu kam gri një qep mesatare, 380 gram mish i gri, viçi. Kam marrë një copë bukë, e kam lënë pak në ujë, 2-3 minuta në ujë, jo më shumë, rreth një lugë gjelle me kaçkavall. Një dorë, një 2 tufa të vogla me energji, kryp, një vezë, pak piper të zi, pak vojë, një 2 lugë gjelle, Gjithmonë i hedhe pak edhe ajo e bë më me volum qofte. Rreth 3-4 minuta do ta përzim mirë dhe do e lejmë gjysë ore sa të merrem me përgatitjen e longut. Po merrem me longun, e kam përgatitur me pak long pule dhe pak një tubet vogël me vegeti, piper të zi për shije, mrena longut, 2 filxhan vogla me qumësh, pak vojë tashi, jo me temperaturë të lartë, edhe i luk me t'lyn për t'i dhënë shije. Unë du e hedh 2 luk me miell, e përzi me një rafse, mos bëhet kokriz. E lejmë jo të marrë ngjyrë, po të piqet, do i hedh qumshin. Tashti i hudh longon. Pjesë. Do t'i shtrydh limonin, nuk ka fara ky lloj limoni. Pak piper të zi. Dhe do t'a largoj për momentin. Me një luk. Tu do vej një tufë gon, që të mori aq sa duhet. Po ynyrën do ja hudh, se është e marinume, oftet aty. Pas kujdes që vojë mos jetë i djeg, po që i djeg mos ja hudhni. Më mirë përvlojni çik sipër me t'lyn se sa t'ja hudhni atë vojë. E do i hudh qoftet mrena. E fik tash se s'du t'i zi tamam se janë të skuqme, kanë shumë shije kur janë skuqme. Kjo ishte dhe dreka ime për sot.